Po. Se di, po, do flasim... Si jeni? Se ka loga. Hajde zëna se do flasim. Mirë, si jeti? Më thuaj. Po, do marrë sa gjera këtu se sigur na kam mbaruar ato tonat. Edhe thamë do vim të ky dyqani juaj. Se e kam edhe pronarin shokun e ngushtë, e kupton? Ke pronarin shokun e ngushtë? Po. E ke shumë të ngushtë? Kemi bërë ushtrim bashkë në Tepelen. Aha. Kemi qenë çajer me kështu në pishinën e Telligja Elbasanit. Po. Edhe këtë. Pronarin, a? Po, pronarin, e kam pas shok ngushtë. E kuptoj. O djali vërtet do të njohësh pronarin? Si duhet ta njoh? Kushta po, jam se duhet ta njoh, kupton, unë them e njoh pronarin, e kam shok ngushtë, po hajde na bëna ulje këtë. A do të ta prezantoj pak pronarin? Ulje. Po, bëjmë ulje se jam shoku pronarit. Okej, të lutem ulu dhe të vi pronarja. Po di, pronari. Pronarin, po. Ke problem ta vesh pak xhaketin që të flasësh drejt për drejt me pronaren, apo jo? Si e? Unë jam pronarja. Gëzojmë që nga... Jo, ishim njohur të Telligja ku ishim njohur në ushtrim? E kuptoj. Po shiko se, po thamë kapin dhe nena i lekat. E kuptoj, po s'ka problem, ke një super ofertë që mund të marrësh. 2 vaj nxirës, 30.000 lekë, 3 vaj nxirës, 45.000 lekë. Po, hajde mi bëj dhe këta tash me sa do detyrojmë. Atëherë, këto të shkojnë 212 djali, po me që kemi bërë ushtrim bashkë, ligjat, kemi kaluar kohë, 230. Bëj 250 dhe... Mos të pafsh abojën. Ti vendosi me një qese. Ska nevoja as për qese, as për gjë. Okej, faleminderit. Mirë pafsh. Shyshy nuk erdhi shefi, një pronarin, edhe këto më. Bakë mu një pronarin. 100 herë. Sa herë vin to, një pronarin, hesa vlla.